Bashkia Shkodër, siç e dim gjithë shteti dhe bashkia janë ndomë dy gjona, nuk marrin përsipër për me bë zbukurimet e festave fetare, sepse zbukurohen vetë sipas asaj. Festat që na Bashkia Shkodër zbukuron janë festat e fundvitit që përfshihet muji dhjetor. Realisht, bashkëpunim me komunitetet fetare kena rënë dakord, bashkia me ndihmu sa herë të kenë nevojë për me bashkëpunu me ta, për me ndihmu me fuqi punëtore, me mjete, për me bë zbukurimet vetë për çdo rast ose eveniment festiv që kanë gjatë vitit. Por bashkia feston dhe zbukuron vetëm për festat zyrtare, nuk zbukuron për festat fetare. Festë zyrtare si Krishtlindja është edhe Bajrami. Dhe taksabakusit musliman, një ashtu si të tjerë, dhe ata kanë dëshirë, ndoshta ata nuk dojnë një koncertet kur janë të rrethuar me kioska, me pije dhe kebab, ata dojnë një koncert për festat e tyre dhe bashkia si ofron për festën e Krishtlindjeve, është normale të ofrohet edhe për festën e Bajramit. Atëra mundem se të fol, nëse keni Ju lutem, po përgjigjet. që t'jeni të qartë pak. Bashkia Shkodër nuk bën zbukurim as festim për festat fetare, ban zbukurim veç për festat e fundvitit. I ka qëllu që Krishtlindja me kanë fest e fundvitit, bashkësaj edhe ti qëllon. Mundet me qëllu vitin tjetër Ramazani me kanë këtë edhe mu ban festim tonë aty. Nuk është se ban organizime festive për një fest fetare, gjatë duke qenë se muji është muj festiv, fillon me datën 1 edhe vazhdon. Atëherë gjatë koncerteve tek Këshilli Artistik për natën e Krishtlindjeve është paraqit një propozim për mu bë fest me koncert për Krishtlindjet edhe është pranuar nga Këshilli Artistik. Mundet me kanë me pranu me bë një projekt, një diçka tjetër, mu propozu tek Këshilli Artistik, mu pranu prap që miratohet edhe mund bëhet prap edhe një natë një fest tjetër. Por jo se ban Bashkia Shkodër organizim festiv për festat fetare. Tash koncerti i datës 24, koncerti i Krishtlindjes nuk ka që me kenë ma fetar se kaq. Megjithatë ju faleminderit. Pyetja Faleminderit.